Shtëpinë e tij ai e ka kthyer në muze të veglave muzikore. Në vite ai ka krijuar rreth 36 lloje veglash, të cilat mbajnë autorsinë e tij. Pal Gjonaj është rreth 70 vjeç nga qyteti i Lezhës. Pothuajse gjithë jetën e tij ai ja ka kushtuar krijimit të veglave frymore. Ndërkohë ajo çfarë bënte atë të ndjej i nderuar, ishte pjesëmarrja në festivale, brenda dhe jashtë vendit, ku është nderuar edhe me çmime të ndryshme. Ta e kam njësë që ishë në 53. I kam pasi kushëritimin se ajo ka pasera, po jo punue. Dhe unë më sëdhej, kur i kam bon fillestare, nuk kam pas përsa me i bon, i kam pas bon me kasht grunit. Me kashtën e grunit, të mutën. Teke, pizza si puna e kësaj, për shemë se i kjo, teke, i kjo. Më sëdhej i kam mësue për tjerësu, me i bon vetë, duke tu ma spigue. Aj, i kjo, pizza si është i tu, do të futet në qumë shpazije me si të punohet e të letë 24 orë për të stazhinu mos me kalp. Si kam njësë të mënë në 68-ën. Ku? Në 68-ën në Gjirokastër. Festival Gjirokastër? Pa. Ishte kënga e parë, interpretimi i parë? Pa, interpretimi i parë. Me çfarë interpretohej ti? Me zumërën. Me këtë lloj vegle? Me këtë. Kjo. Të paktën ka 55 vjetë që e kam unë i të e disponoj unë. Kujtimi më i bukur që ruan të freskët 70 vjeçari Gjonaj është interpretimi në Bruksel në festivalin ballkanik të rapsodëve. Dëshira e Palit për krijimtari asnjëherë nuk ka pushuar. Sot ai vazhdon të punojë gjatë tërë kohës, por ajo çfarë 70 vjeçari ka prioritet më shumë është përcjellja e këtij arti edhe tek brezat e rinj të familjes së tij.